Mirë se erdhët. Sot jemi me profesor doktor Ferdi Brahushi dhe do të flasim për një çështje mjaft të ndjeshme mbi përdorimin e pesticideve në Shqipëri, nivelin e ndotjes së tokës, rrezikimin e insekteve dhe sa duhet ne të shqetësohemi rreth sigurisë e gjithashtu dhe sigurisë ushqimore. Përshëndetje profesor, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Në fakt është një çështje shumë e rëndësishme dhe shumë koherente për shkak të një përdorimi të pesticideve në mbar botën, por dhe në vendin tonë, gjë e cila rrezikon shëndetin e njerëzve, por dhe mjedisin në përgjithësi. Profesor, si paraqitet niveli i përdorimit të pesticideve në Shqipëri? Atëherë unë po nis pak me historinë e përdorimit të pesticideve, të cilët kanë filluar të përdoren për herë të parë në vitet 1940-1950, gjë e cila çoi në një rritje të prodhimit bujësor, krahas elementeve të tjerë në teknologjinë e prodhimit bujësor, përdorimi i pesticideve mendohet që ka ndikuar në një rritje të prodhimit bujësor në mbar botën deri në nivele 30%. Pra, i kushtohet pesticideve kjo nivel rritje. Dhe përdorimi i pesticideve në këto vite ishte kryesisht bazohesht në substancat të cilat ishin substancat klororganike, sidomos insekticidet, që patën një efektivitet të lartë të përdorimit tyre, dhe në Shqipëri mund të theksoj që përdorimi në këto kohë i pesticideve të tillë si DDT-s apo lindanit çuan në një rritje të prodhimit bujësor, por gjithashtu DDT-ja, një insekticid klororganik, ishte bazë që çoi dhe në zhdukjen e malaries. Pra, shumë vende në periudhën pas viteve 1940, por dhe në vendin tonë kishin problematikë që lidheshin me malarjen dhe insektët që janë vektor të shpërndarjes së virusit malaries u zhdukën si pasojë e përdorimit të DDT-s në botë dhe në vendin tonë, por gjithashtu dhe insektet të tjera të cilat lidheshin jo vetëm me bujësim, por ashtu dhe në ambiente shtëpiaka apo dhe me blegtorin. Ky përdorim masiv i pesticideve në botë dhe në vendin tonë që ndikojnë në rritjen e prodhimit global bujësor dhe sigurimin e rezerva ushqimore për mbar botën, u shoqërua në mënyrë të drejtë për drejtë me problematika që lidhshin me mbetjet e këtyre pesticideve në sistemet mjedisore, me mbetje e pesticideve në tokë, në ujë, në bimë, të cilat ndikuan dhe u evidentuan shkencërisht gjatë viteve 1960, 1970, 1980 për rrezikshmërinë që mbartin për grupe të ndryshme të organizmave të tjerë. Pra, pesticidet që u përdoren nuk kishin vetëm ndikim mbi objektin e tyre, pra mbi atë të cilin ato përdorshin, por dhe mbi organizma të tjerë, mbi gjithar të tjerë, mbi insektet të tjerë, po ashtu dhe tek njeriu. Kështu që kjo shërbel si bazë për të vendosur normativa në përdorimin e pesticideve dhe për të parë efektet e ndikimit të tyre në mjedis. Dhe këtu shkojmë tek ndotja historike. Nga ndryshon ndotja historike e këtyre viteve me kohën e tanishme dhe cilat janë këto zona që u ndikuan nga kjo lloj ndotjeje? Ndotja historike i kushtohet kryesisht mbetjet të insekticideve klororganik. Neve kemi pasur një përdorim theksohet të lartë të tyre në këto vite dhe lidhe gjithashtu dhe me industrinë, ne kemi pasur një industri të prodhimit të pesticideve, sidomos të lindanit dhe disa formulimeve të tjera në Portorama në Durrës. Dhe kjo zonë njihet si një nga hotspotet në vendin tonë për mbetje të pesticideve, të grupit të klororganikëve, por dhe substancave të tjera. Evidencat të tilla kanë dëshmuar që kemi akoma mbetje të këtyre pesticideve në tokë, në ujë, në bimë. Akoma dhe sot në zonat të ndryshme bujësore të cilat janë përdorur gjerësisht në vitet para 90, këto pesticide
gjetën mbetje të tyre. Pra, para 1 vit e 2 vjetësh pati dhe një rast që u konstatua me mbetjen e dieldrinës, një insekticid klororganik i cili është ndaluar shumë vite më parë dhe përsëri gjenden mbetje të tyre, pasi këto mbetje apo këto pesticide qëndrojnë, persistojnë në mjedis për një kohë të gjatë, gjysmëjeta e tyre apo koha degradimit tyre është shumë e gjatë. Ashtu dhe nga studime që janë bërë nga universiteti jonë, po dhe nga universitetet tjera, kanë dëshmuar që kemi mbetje të pesticideve të grupit tjetër klororganik edhe në bimët mjekësore, që dëshmon që krahas zonave ku janë përdorur këto pesticide, por këto gjenden edhe në zona të tjera larg vendit të përdorimit të tyre, për shkak se këto pesticide persistojnë në mjedis dhe transportohen nëpërmjet ajrit, nëpërmjet ujit dhe ridepozitohen. Dhe kjo bën që këto substanca të gjenden dhe përbëjnë një problematik mjedisore globale. Unë nuk mund të them që ne nuk mund të themi që apo për të shqetësuar për panik, por aman ne do të jemi të kujdesshëm, do të jemi të shqetësuar mbi aspektet e përdorimit të pesticideve. Pra, neve duhet të analizojmë zonat të cilat përbëjnë hotspote, përbëjnë problematika historike për mbetjet e pesticideve dhe potencialin e hyrjes së tyre në zinxhirin ushqimor, po ashtu do të jemi shqetësuar dhe për përdorimin aktual të pesticideve në vendin tonë. Pavarësisht se grupet të tjera pesticidesh nuk përdoren më, janë futur grupe të reja të pesticideve, të cilat janë lehtësisht më të degradueshëm, persistojnë në mjedis më pak, janë dhe më pak toksik, por përsëri ato përbëjnë një shqetësim. Pra, ne nuk mund të themi që tashmë është zgjidhur ky problem meqense u ndaluan, pasi historia e përdorimit të pesticideve është e tillë që pesticidet disa dalin nga qarkullimi, disa substanca të reja futen. Heqja nga qarkullimi e pesticideve ka 2 arsye bazë. Arsyeja e parë është në rast se konstatohen nga studimet ekotoksikologjike të botës akademike apo shkencëtarëve që këto pesticide mbartin një rrezik shumë të lartë për mjedisin dhe shëndetin e njeriu, atëherë i hiqen nga qarkullimi. Arsyeja e dytë është në raste kur këto pesticide nuk janë efektive më, pra nuk arrin të kontrollojnë parazitët apo smundjet të cilën ato përdoren. Dhe pasi smundjet apo parazitët mund të fitojnë dhe rezistencë. Atëherë në këtë moment këto zëvendësohen me pesticide të reja të cilët mund të jenë më efektiv. Por gjithmonë sot hyrja në treg e pesticideve apo të substancave tjera kimike, por sidomos e pesticideve, paraprakisht shoqërohet me studime ekotoksikologjike, që do të thotë jo vetëm studim për subjektin për të cilën përdoren këto pesticide, por dhe për organizmat të tjerë të cilët mund të cënohen nga lëvizja apo nga transporti këtyre pesticideve në mjedis, po ashtu dhe njeriu. Ju me drejtoni që ka vend për të shqetësuar, e po ashtu duhet kemi masa, gjithashtu dhe ndërveprim. Po çfarë roli ka përdorimi i pesticideve në radh të parë në sigurinë ushqimore dhe natyrisht edhe në mjedis? Përdorimi i pesticideve është i lidhur në mënyrë të drejtë me sigurinë mjedisore dhe sigurinë ushqimore. Pse? Sepse në pesticidet janë substanca në vetvete substanca toksike. Dhe përdorimi i substancave toksike do të thotë ato mund të kenë efekte toksike dhe mbi organizmat e tjerë. Unë këtu mund të përmes për shembull në mënyrë të veçantë organizmat të ndjeshëm siç janë bletët, po ashtu dhe shpendët, po gjitarët, por pasoja këto kanë edhe tek njerëzit. Pra, kjo do të thotë që këto substanca të cilat janë toksike, ne duhet të shqetësohemi për përdorimin dhe rrezikun që mbartin të. Ajo çfarë kërkohet është përdorimi i tyre i kontrolluar dhe analiza e mbetjeve të pesticide. Pra, në mënyrë të qartë duhet që ne të dimë se si dhe kur duhet të përdoren pesticide dhe cilat grupe apo tipe pesticide duhet të përdorin.
dhe në dinin tuaj cili është niveli i mbetjeve të pesticideve në kampionët analizuar të mjaltit. Atëherë, në një studim realizuar në vendin tonë mbi prezencën e mbetjeve të pesticideve në blet, është konstatuar në mjalt dhe në polen është konstatuar që mbetjet në mjalt janë në nivelet e lejuara, pra do të thotë që nuk përbën shqetësim, por në pak raste është vërejtur mbetjet pesticideve në polen. Por çfarë unë theksova pak më lart që bletët janë shumë të ndjeshme ndaj përdorimit të pesticideve dhe një grup i caktuar i pesticideve si neonikotinoide, disa nga ato janë hequr nga qarkullimi pikërisht për këtë fakt sepse ato dëmtojnë bletët, pasi bletët janë insektet kryesore në mjedis, sidomos për prodhimin bujqësor, ato marrin pjesë në polinizimin apo në pjalmimin e shumicës së bimëve bujqësore dhe bimëve në tërësi. Por ky sensibilitet i lartë bën që përdorimi i pesticideve duhet të jetë i kontrolluar, por duhet një bashkërendim midis bletërritësve, mbashtrimit të bletëve dhe përdoruesit të pesticideve. Pra, të ketë një harmonizim në zonat të cilat mbahen bletët, duhet që përdorimi i pesticideve të jetë i ulët apo të jenë larg zonave, sidomos zonave intensive të përdorimit të pesticideve. Pra, në një kuptim, bashkërendimi i tyre do të çojë që ne të kemi. Pasi shpesh, vërtet ne mos kemi problematikë që lidhen me mbetjet në mjalt aktualisht, por problematikë është sepse ato mund të ndikojnë dhe në dëmtimin e kolonive të bletëve. Dhe kjo është kryesore, dhe dëmtimi i kolonive të bletëve është nga pesticidet njifet dhe është një nga arsyet kryesore që shpesh kemi dhe dëmtime në blet. Krahas parazitëve të tjerë që janë prezent në kosheret e bletëve, por dhe përdorimi i pesticideve kur ato bletët shkojnë gjatë marrjes polenit, atëherë këto mund të dëmtohen. Ju me drejt thoni që bletëritësit si një nga masat reaguese për të shpëtuar kolonitë e bletëve, është të mbajnë ato larg vatrave të ku është përdor pesticida, apo ku ka patur zona hotspotet historike. Ka mënyra tjera se si bletëritësit t'i ruajnë dhe t'i mbrojnë nga përdorimi i pesticideve bletët? Unë theksova që fakti që bletët janë shumë të ndjeshme do të thotë që në këtë mënyrë ato janë të ndjeshme dhe janë bioindikator të prezencës së pesticideve në mjedis. Thash tjetër theksoj dhe është e rëndësishme një bashkërendim në institucione përgjithëse mbi zonat në të cilat duhen mbajtur bletët dhe zonave në të cilat përdoren pesticidet. Pra, si thua të ketë një harmonizim, një ndarje në kohë dhe në hapësirë. Pra, sidomos në hapësirë, pra në zonat të cilat duhet apo lejon të mbahen bletët, përdorimi i pesticideve duhet të jetë minimal apo duhet të jetë drejt zero, apo dhe gjithashtu ana tjetër është që duhet të përdoren pesticidet të cilët janë më miqësor me mjedisin dhe më të degradueshëm. Pra, një bashkërendim i mirë midis bletërisë dhe përdoruesve të pesticideve, por kjo nuk bëhet thjesht me dëshirën e njerit apo tjetër, por bëhet nëpërmjet institucioneve, nëpërmjet lejeve të cilat kanë për mbashtrimin e bletëve, por dhe lejeve që jepen për përdorimin e pesticideve në zona të caktuara dhe në kohë të caktuara, në mënyrë që mos të dëmtohen bletët. Profesor, si përdoren pesticidet në nivelin e duhur? Kush përgatit fermerët dhe ndërgjegjëson ata për përdorimin e pesticideve dhe cilat janë institucionet që kanë përgjegjësi të informojnë, të ndërgjegjësojnë apo edhe të kontrollojnë përdorimin e këtyre substancave, nivelin, masën e tyre? Ne kemi një përdorim që shkon sipas FAO Stat 300-400 ton në vit pesticide, të cilat i përdoren kryesisht në grupit më në fungicidet, që
janë për kontrollin e kërpudhave, pra përdoren në nivelet 35-45%, më pas vinë insekticidet 15-20%, kemi herbicide 10-15%, dhe grupet e tjera që zënë 25-30%. Ky përdorim nga pikpamja sasiore nuk është shqetësues, pasi i bie që neve përdorin sipas FAO deri 0,5 kg për hektar pesticide, por ajo dhe në nivel europian shifra është afro 3,72 kg për hektar. Por ajo çfarë bën specifike në vendin tonë është fakti që ne kemi një përdorim të pesticideve sidomos në zonat të caktuara dhe atje kur kemi një bujqësi intensive, e cila lidhet kryesisht me perimet, sidomos me perimet në mjediset e mbrojtura në sera, lidhet kryesisht me përdorimin e pesticideve në pemë frutore, sidomos në pemtoret intensive, dhe lidhet me përdorimin në breshta dhe agrume. Pra, marrë në këtë kontekst, nëse neve e shikojmë këtë sasi totale të përdorimit të pesticideve të fokusuar kryesisht në këto specie bimore, atëherë përdorimi i pesticideve në Shqipëri në pikpamje për hektar është relativisht shkon në masën në masën e nivelit të Bashkimit Evropian. Ajo çfarë është domosdoshme është që në sensin se si dhe kur duhet të përdoren pesticidet dhe ndjeshmëria që është në raport me pesticidet. Absolutisht, si pedagog i Universitetit Bujqësor, dhe e para është edukimin apo përgatitje specialistëve të aftë në fushën e bujqësisë dhe mjedisit, gjithë të cilën është universiteti jonë. Në pikpamja mjedisit, neve tashmë kemi dhe programe të reja të cilat sidomos në inxhinierinë e mjedisit dhe një program bashkohor, i cili është hartuar dhe po zbatohet në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Jetës në Vjenë, gjë e cila do të mundësojnë marrjen e njohurive bashkohore dhe njohurive në fushën lidhjen e mësimit me kërkimin, në mënyrë që specialist e ardhshëm të bujqësisë, por dhe të mjedisit, të jenë në gjendje të zgjidhin çështjet që lidhen edhe në çështjen konkrete të përdorimit të pesticideve. Pikërisht në këtë kontekst, le të themi armata e madhe agronome apo specialistët e mjedisit që janë në fushën bujqësisë në institucionet në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, apo duke filluar që nga Ministria e Bujqësisë apo Ministria e Mjedisit, janë ata ministrit të parë që bëjnë politikat mbi përdorimin e pesticideve apo mbi regjistrimin e pesticideve dhe shoqërimin çdo pesticidi me një fletë udhëzues se si do përdore. Dhe gjithashtu është Ministria e Mjedisit, e cila është përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e tokës, mbrojtjen e ujit dhe marrjen e masave për rehabilitimin e atyre zonave të cilat janë të ndotura apo mund të rezultojnë të ndotura apo me mbetje të pesticideve, sidomos në rastin e mbjetjeve me origjinë historike apo të tjera. Në kontekstin e bujqësisë, krahas institucionit kryesor që është Ministria, që është politikë berse dhe përcakton grupet e pesticideve që do përdore dhe lista e përdorimit të pesticideve gjithmonë updatohet në përputhje dhe me Bashkimin Evropian, me listën e Bashkimit Evropian, pasi disa pesticide hiqen në qarkullimin dhe unë theksova pak më sipër përse hiqen këto pesticide në qarkullimin dhe futen të reja, por akoma dhe sot neve shpesh nga analizat që janë bërë apo nga rastet që ka pasur, ka rezultuar që shpesh kemi mbetje të pesticideve të cilët nuk lejohen të përdorë. Pra, dhe shpesh lind pyetja përse. Pra, dhe unë them ka dy arsye bazë. E para është në rastet që kur fermeri mund të përdori një pesticid jo të lejuar, pra në mënyrë abuzive në këtë rast, dhe e përdor, dhe arsyeja shpesh sepse këto pesticide ndaluara duke pasur një shkallë toksiciteti lartë janë dhe më efektiv. Dhe ana tjetër është që përdorimi për shumë vite i pesticideve, pra
mbi 50 apo mbi 10 vjet, bën që të kemi mbetje në tokë. Dhe edhe pse fermeri mund mos përdorin një pesticidin që është ndaluar, përsëri në raste të caktuara mund të rezultojnë që mund të kemi mbetje në bim apo mbetje në produkt. Pra, kjo në analizën që bëhet për mbetje e pesticidit duhet të gjykon të dyja rrugët apo dyja burimet e mundshme. Pikërisht këtu është roli i institucione përgjithëse dhe bashkërendimi me institucionet e tjera me fushën mjedise apo me botën akademike në mënyrë të interpretimit dhe për të zgjidhur. Ana tjetër është që gjithë këto pesticide që janë në treg duhet të tregtohen sipas normativave apo duhet të tregtohen në farmacitë bujësore, të cilët janë të licencuar dhe konform me rregullave. Pra, dhe udhëzimet këto duhet merren në përdorimin e tyre, duhet merren pikërisht në radhë parë nga agronomët të cilët duhet të jenë përgjegjës për përcaktimin e llojit të pesticidit që duhet përdorë, dozën dhe kur duhet të përdorë. Sepse elementi është që fermerët mund të shkojnë te tregtari, mund të marrin pesticidin, por tregtari ndoshta nuk e njeh në mënyrë reale zonën. Por unë do të theksoj që pavarësisht rasteve që kemi, që janë vërejtur në disa raste mbetjet e pesticidëve në fruta perime, kryesisht sepse mbetjet e pesticidëve sidomos në fruta perime janë më të evidentueshme dhe sepse lidhen në mënyrë direkte pas aplikimit pasi në shumë raste në mënyrë të vedishme pa vedishme mund të kemi që këto mbetje vinë si pasojë e mos respektimit të rregullave të përdorimit të pesticideve, apo dhe asaj që neve quajmë shpesh karenca, periudhën që ndan përdorimin e pesticidit nga vjelja. Pra do të ketë një hapësirë kohore që mund të variojnë 5 ditë, 10 ditë apo 20 ditë. Kjo është në varësi të lëndës aktive dhe këtë gjë fermeri duhet ta di, këtë gjë por që fermeri duhet t'ja informohet nëpërmjet agronomit, ndaj është shumë e rëndësishme në radhë parë është informimi, ndërgjegjësimi dhe më pas është krijimi kushteve institucionale dhe funksionimi institucioneve që janë përgjegjëse nga fermeri, agronomi, njësisë dhe më pas deri tek ministritë përgjegjëse, pra gjithë zinxhiri duhet të funksionojë. Dhe rritja kapaciteteve monitoruese. Pra, rritja kapaciteteve monitoruese është shumë e rëndësishme. Pra, në një kontekst, nëse ne nuk kemi kapacitete monitoruese, të cilat nuk arrin në kohë të realizojnë. Pra, analiza mbetje të produkteve duhet të bëhet para se produktet të hidhen në treg. Pra, para se fermeri ta hedhin në treg produkt apo tregtari ta hedhin në treg. Pikërisht kjo kërkohet, sepse nëse hidhen në treg, atëherë kuptohet, ne nuk mund të pretendohet që të analizohet çdo specie bimore në çdo kohë, në çdo vjelje, por kjo bëhet mbi bazën një analize risku. Dhe analiza e riskut shpesh demonstron pikërisht ato që theksova, speciet bimore të cilat janë më të riskuara, periudhat kohore që janë më të riskuara, të cilat specialistë e fushës i njohin që lidhet me në rastin që ne kemi një smundshmëri të lartë, pra rritja e smundshmërisë apo një invazion apo një insekte më shumë dhe domosdoshmërisë lidhet me një përdorim më të lartë të pesticideve. Pikërisht këto janë ndër lidhjet që specialistët e fushës marrin një rol të veçantë në këtë drejtim. Pavarësisht fermerët shpesh janë vetë ata të parë të interesuar që të kenë prodhime që të dalin treg dhe të shiten, dhe kjo as nuk diskutohet, por për mungesë njohurie apo për mungesë kapacitete apo mungesë informimi apo të atyre produkteve që shiten, pra dhe produktet që shiten, pra ata mund të rezultojnë prodhimet e tyre gjë e cila më pas ata i penalizon. Pra të parë që penalizon janë ata, por penalizimi e tyre nuk është zgjidhja. Zgjidhja është që ne të kemi një sistem funksional në mënyrë që në radhë parë të mbrohet shëndeti i njerëzve.
të mbrojt mjedisi, të mbrojt shëndeti njerëzve. Pra, kur neve themi që duhet të mbrojmë shëndetin e mjedisit, do të thotë që të mbrojmë shëndetin tonë, të mbrojmë shëndetin tonë dhe të pasardhësve, të fëmijëve, pra gjeneratave, sepse një mjedis i ndotur do të lejmë pasoja jo vetëm për brezin aktual, por më vonë. Unë do të theksoj fakte dhe nga studimet ekotoksikologjike apo mbetje pesticide, pra problematika që lidhe me smundshmërinë. Këto janë smundshmëri që kalojnë në afatgjat, pra janë kronike, pra shpesh në pak raste mund të kesh smundshmëri akute, vetëm në rast të një ekspozimi të menjëhershëm dhe ndaj një doze të lartë apo irritimi, kurse shpesh kjo është e lidhur me një smundshmëri në afatgjat ose kronike. Të falenderoj profesor, ishte kënaqësi të dëgjoja për ekspertizën e thelluar edhe që padyshim përfshin shumë vite për kushtim të jetës tuaj. Dhe unë ta mbyll, më lejo ta përsëris fjalin që ju thatë, një mjedis dhe një mjedis i mbrojtur do të thotë të mbrojmë shëndetin tonë.